Kryeministri njoftoi rekrutime të reja në Agjencinë e Medias dhe Informacionit e kritikuar nga organizatat ndërkombëtare si Ministri Propagande. Agjencia për Media dhe Informim pranë qeverisë hapi të njëjtën një thirrje të hapur për rekrutimin e stafit të ri profesionistë të komunikimit publik, ndërsa qeveria po përballet me protesta që targetojnë korrupsionin e lartë dhe mungesën e transparencës në vendimarrjen për investime në pronat publike. Ke një ide që mund ta bëj komunikimin publik më të mirë? Na trego. Thuhet në njoftimin publik të agjencisë ku përcaktohen dy mënyra e punësimit, si punonjës i brendshëm i agjencisë ose si bashkëpunëtor. Thirrja nuk ka përcaktime të qarta të kritereve të punësimit, por lë të hapur mundësinë për personat e interesuar në ekspertizë dhe inovacion. Prej më shumë se 2 muaj, Shqipëria është përfshirë nga një protestë maraton kundër qeverisë e njohur si Revolucioni i Flamingove, e cila nisi si kundërshtim ndaj një projekti turistik në zonën e mbrojtur të Vjosnartës dhe u shndërrua në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit, mungesës së transparencës dhe mënyrës se si qeveria administron pronën dhe pasuritë publike. Protestat kanë sfiduar imazhin e kultivuar nga qeveria brenda dhe jashtë vendit si promotore e zhvillimit turistik dhe investimeve të huaja, duke zhvendosur debatin publik te lidhjet mes pushtetit dhe investitorëve strategjik. Mungesa e transparencës dhe akuzat për favorizimin e interesave të biznesit në kurriz të pronës dhe interesit publik. Drejtoresha e Mias, Manjola Hasa, i tha Birnit se nuk bëhet fjalë për një numër vendesh vakante që do të plotësohen, por për një iniciativë që synon reformimin e plotë të gjithë institucionit dhe të mënyrës së komunikimit institucional në tërësi në bazë të prurjeve të reja që do të aplikojnë. Ky është një reformim që nis me komunikimin e institucioneve publike dhe jemi të hapur për çdo ide të re që do të vi, qoftë për zëdhënës të ministrive, ide të reja të komunikimit edhe në platformat sociale, duke marrë në konsiderat zhvillimin e teknologjisë si edhe ekspertizat të tjera që kanë në fokus komunikimin, tha Hasa. Sipas saj, thirrja duhet parë si hapi i parë i zbatimit të një kontrate të re të qeverisë me qytetarët që nis pikërisht nga komunikimi publik. Agjencia ka një organik të miratuar prej 69 punonjësish, të cilët punojnë si zyrë shtypi për komunikimin publik të kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij. Organizatat ndërkombëtare të medias kanë kërkuar mbylljen e kësaj agjencie, duke cilësuar si Ministri Propagande që përqendron më shumë kontrollin e qeverisë mbi informacionin.